E çfarë të flasmi vëllezër të ndershëm kur neve mediat për çdo ditë politikanët enda gënjeshtar tradhtar të popullit ton dalin me dhe i përkrajnë publikisht mizorët më të mëdhej të sipërfaqes së tokës që e derdhin gjakin e vëllezërve tanë në Gazë dhe në Palestinë, që e derdhin gjakun e fëmijëve që i gjojnë dhe i goditën që nuk shpëtuan as shkollat, as spitalet, nuk o më shiru as geruja e vej, as plaka nuk o më shiru, as fëmiju foshtja në gjep, as embrionit nuk o më shiruan, e da dalin qesin politik dhe strategji se këto janë duke mbrojt vetën e tyre. Fra letë të ndërshëm, nëse këto janë duke mbrojt vetën e tyre këto okupator, qëfar janë duke bo vëllezërit tonë Palestinë? Ato athu val duke rezistu, kanë janë duke mbrojtën, athu ato qëfar kanë për këtë arsye kjo bota i prokikrisis që ne në shekullin 21 në botën në kohën e civilizimit të pretendohat se e drejta mbi zotëron mismo mos haronim dhe regjistroni o ju të cilët tentoni që ta keni qeverisjen më të gjatë. Thot Ibn Taymija dhe Hasan al-Basriu se Allahu Azza wa Jall i jep jetë të gjatë një shteti të drejtë qoftë edhe nëse ai jo besimtar, dhe nuk i jep jetë të gjatë një shtetit zullumqtar qoftë edhe nëse në kokën e tyre janë musliman. Allahu Azza wa Jall gjikon me drejtësi, gëse Allahu Azza wa Jall pa drejtësi nja ka bo haram vetës të ti. Të gjone këtë hadith që transmeton Ebu Daudi dhe Imam Tirmidhiu nga Abdullah Mesudi që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, çka ka me na gjet neve nëse ne jemi me meca ndaj të vërtetës dhe kemi frikën që të flasmi të vërtetën, të ngrit mizanin mas paku. Ka thonë Abdullah Mesudi, a dini se ku nga ka fillu shkatërimi ben Israilëve? Populli ben Israilët i udhëheqin pejgambert e Allahut. Ama Allahu Azza wa Jall i bani helaq dhe i shkatroj. A dini nga u shkatruan u lehet të ndëshëm nga ja filloi shkatrimi ben Israilëve. Tha për çka se një musliman i asaj kohe e takon të vllavin e vet duke i bën Allahu gjuna, duke bo ai bizori dhe padrejtësi, dhe fillimisht ai e kishte imanin ati niveli, thonë të vëlla, ke frikë Allahun Azza wa Jall, tutje Allahu se një ditë ke me dalë para ati, mirë po tha ditën ditë, tretën ditë, nuk e pengoj ai që ta shoqëron ata, që të hanë me ta, që të banë banket me ta, të feston të të lindjen me ta, që të pinë me ta, që të rrinë me ta, pra u pajtuan me haramin dhe zullumin, si që po pajtomi dhe jemi pajtu ne vledhe të ndëshëm. Tha kur e fëmanën këta Allahu ja përplasi atin në zemrave i boni pike 5. Sikur që neve shqiptarve në ka bon pike 5 vledhe të ndërshëm, ashe që ditëshme që i kalojnë muje të tëra dhe një qeverisje s'kanë mundësi të formojnë, për çka këse egoja e madhe, egoja me madhe e tyre se sa çështja e atyre të cilët i votuan. Për ato vledhe të ndërshëm në rreziket e mëdhaja që i kanosën atyre as që i kanë parasysh, po e kanë egojën ja unë, ja s'ka mundësi as kush me qenë. Allahu Azza wa Jall përplas zemrat e tyre, i përçon atë popull, nuk ka mundësi që të kjenë ratin zemrat e tyre, nuk ka mundësi dy bashkë t'i bajsh. Ka thonë edhe ma e tragjike që Allahu Azza wa Jall dhe i malkoj ato. Thotë Allahu Azza wa Jall, Kurani Kerim, lu'ina alladhina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam, janë malku bani Israilët në përmes gjuhës së Dawudit alayhis salam. O ju që fut të cilët pretendoni se tempullin e Dawudit ta ngritni, ndëgjoni se Allahu Azza wa Jall ju ban selam, jo jeni të malkuar nga gjuha e Dawudit alayhis salam, bashkë në përmes gjuha sa ati të cilët pretendoni se që ngritni tempullin. Dhe Allahu Azza wa Jall e përmeni për këtë arsye gjithashtu ju drejtu krishterëve, ata të cilët pregaditën për kriqezatët të ndryshme, me bo pa drejtësi dhe me mbështet që futët, lejo të ndërshëm dhe tha Allahu Azza wa Jall wa Isa ibn Maryam, dhe i pari juaj që pretendoni se gjali Allahu të runa Zot, me gjithata tha dhe ju jeni të malkuar edhe në përmes gjuhës së Isa ibn Maryamit. A dini për se i malkoj Allahu Azza wa Jall? Ato edhe ne nëse veprojmë do të në malkon Allahu Azza wa Jall. Dhalike bima asaw wa kanu ya'tadun, nga se ata i banën gjuna Allahut Azza wa Jall dhe i të i kalun kufit Allahut. Fe bi'se ma kanu yaf'alun, mjeri ata që kanë vepru, mjeri ata që kanë hesht.
Pasaj pejgamberi Allahut pasi e lexoi këtë ajet u thonë dha kalla wallahi, jo vallah, asesi, kursesi, nuk ndodh. Do të urnoni në të mirë, do të ndaloni nga e keqja, do të mirëni ndorë zullumqarin, ta pengoni. Edhe me zor do ta çoni në të drejtë pa ndryshe. Allahu ka me ja përplas me ju përça juve zemrat e juve si ben Israilëve, dhe ka me ju mallku Allahu azza wa jall siç i ka mallku ato.